kur thojnë koha shëron plagë, jo. Këtë plagë koha nuk e shëron. Kjo plagë sa vjen edhe rritet. Fotografi në vëllaut e mban tash sa vite në telefon. Kështu Lutfia Ademi thot se ka gjetur mënyrën për ta ndjerë më afër vëllaun e saj Ademin. Emri i doktorit Adem Ademit akoma figuron në listën e të pagjeturve, pasi u rrëmbyen nga forcat serbe në prillin e vitit 1999 në Zopin Potok. Fatin e njëjtë e patën edhe 22 shqiptar të tjerë që gjatë luftës po shfrytëzonin këtë rrugë për të shkuar në Maltezi. Që nga ajo kohë familjarët nuk kanë marrë asnjë përgjigje për fatin e me të dashurve të tyre. 23-7 vjet jetojmë në ankth, në shpresë. A do të kthehet e gjallë? A do të gjejmë dikun të vdekur? Edhe kjo të dëmshëm. Kjo shumë dhimbje, është 27 vjet me përcjellë ndjenja dhimbje. Sidomos kur është koha kjo koha pranverore kur e sheh se sa përkujtimorët bëhen gjatë kësaj kohe. E sheh se sa familje vujnë ende. Motra e rrëfën se vetëm pas zhdukjes së vëllau doktor e kuptuan sa ishte në shërbim të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Vllau prej Mitrovicës çdo herë kur ka shkuar në Shalë Bajgores ka shkuar me kerr vetin deri në fshatin Svrhonic, aty e ka lënë kerrën edhe ka vazhduar për Shalë Bajgores, aty kanë zbrit ushtarët e UÇK-s edhe e kanë marrë dhe ka shkuar atje, ka qenë në shërbimin e tyne. Dhe deri vona nuk e kena ditë. Mungesa e tij në familje, arsyen pse ai po mungon. Se s'na ka kallzu kur. Ka qenë person që i ka kry punë edhe ka fol pak. Ka bo punë edhe ka fol pak. Masandej kur kanë kuptu sërk që kë vazhdimisht i shëron ushtarët, i ka shëru popullin e plagosur gjatë luftës në përfshatra. Atëherë kur ka fillu bombardimi, ata e ka zonë Mitrovicë. Dhe s'ka pas mundësi mo se u bloku rruga për Shalë Bajgorës. Atëherë ka fillu në tonë ka fshati Zhabar është afër Mitrovicës, edhe u hika Drenica në tonë. Edhe tu shku rrugës janë mbledh, janë bo një grup jo i organizum, po e rastishme. Prej aty janë taku 23 vetë, kanë qenë 26, ku 3 vetë kanë shpëtu prej ati grupi. Ademi e kujton vëllaun si njëri të afërt me njerëzit. Ta shkom rast takohna me njerëz dhe ata ma spjegon se sa i afërt ka qenë ai, thot ai ka qenë një mjek që neve na ka shëruar me fjalë. Do të thonë për personat të panjoftun ka qenë i tillë dhe lemo për familje. Ka qenë shumë i mirë, shumë i afërt, shumë i dashur. Thëmë që ka qenë një udhërëfys. Ademi tregon se në vazhdimsi si familje kanë pasur mbështetje institucionale, mirëpërfati të pagjeturve, ajo thotë se vështirë do të zbulohet pa u hapur arkivat e Serbisë.